Qindra besimtar musliman janë mbledhur mëngjesin e sotëm në xhamin Ebu Bekër në Pogradec për të falur namazin e Kurban Bajramit. Atmosfera festive dhe mesazhet e paqes, solidaritetit dhe besimit shoqëruan ceremoninë e zhvilluar në një nga ditët më të rëndësishme për besimtarët musliman. Në përfundim të faljes, imami i xhamis Mirel Mazelli përcolli mesazhe që lidhen me rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve familjare dhe ruajtjen e harmonisë në familje, sidomos në ditë feste si Kurban Bajrami. Mesazhi im në këtë festë është në fillim të rregullojmë raportet tona me Zotin e lartësuar, krijuesin e gjithësisë, i cili na ka sjellë në jetën e kësaj bote dhe na ka begatuar me mirësi të shumta. Dhe mesazhi tjetër është që ne duhet të rregullojmë raportet tona me njerëzit të cilët jetojmë, sidomos raportet familjare, prind-fëmijë dhe fëmijë-prind, edhe me farefisin, sepse jetojmë në një kohë që shikojmë që njerëzit janë larguar larg bërthamës së familjes, larg farefisit, dhe le të jetë kjo ditë e festës, ditë e rregullimit të raporteve prind-fëmijë, edhe farefisni edhe shoqëri. Gjatë fjalës së tij, Mazelli u ndal edhe te domethënia shpirtërore e kurbanit, duke apeluar që ky rit të mos shndërrohet në reklamim në rrjetet sociale, por të mbetet një akt i sinqert besimi dhe përkushtimi ndaj Zotit. Kurbani është një adhurim shumë i madh në Islam, edhe kam një këshill për besimtarët, të cilët e kanë bërë një jetë për të thërur kurban, ta ruajnë këtë adhurim duke mos e reklamuar shumë në rrjetet e tyre sociale, sepse qëllimi i kurbanit është afrimi tek Zoti, është bindja ndaj Allahut madhruar dhe është një sakrificë për të cilën ai i cili e ruan këtë adhurim, Allahu i madhruar ka përgatitur shpërblime shumë të mëdha. Besimtarët më pas kanë uruar njëri tjetrin për festën e Kurban Bajramit, ndërsa kjo ditë vijon të shënohet me vizita familjare, akte solidariteti dhe ndihmë për njerëzit në nevojë.